ndihmi i kryetarit të degës së LDK-s në Vushtri Xhafer Tahiri për të lidhur koalicion me lëvizjeve vendosje në balotazhin në 9 nëntorit ka shkaktuar tronditje në skenën politike dhe reagime të ashpra nga qendra e partisë. Kështu kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku është pozicionuar fuqishëm kundër këtij bashkëpunimi, të cilin shumë kush po e konsideron si dëshmi të përçarjeve të thella brenda partisë së parë demokratike në historinë e Kosovës. Për këtë situatë analisti politik Ganishari në një prononcim për Bota Sot, thotë se LDK-ja jo vetëm që është e ndarë në dy tabore, por tashmë është e përçarë në disa rajone. Ai fajson udhëheqësien aktuale për mungesë vizioni dhe përpjekje për kontroll absolut të partisë. Në vim qarri flet për rënjet e kësaj përçarjeje në rastin Tahiri vetëvendosje dhe për mënyrën se sipas tij Abdigjiku po e çon LDK-n drejt rënjes politike dhe shpërbërjes së brendshme. Ai kujton me këtë rast edhe dëbimin e kuadrove të njohur nga LDK-ja siç është Faton Bislimi, duke thënë se rasti i tij dhe i Xhafer Tahirit janë dëshmi e kësaj përçarje. Në fakt ka pasur edhe më përpara disa përçarje të thella brenda LDK-s, me që rast janë ndëruar kuadro shumë të njohur politik dhe aktivistë të devotshëm, shumë vjeçar të kryesisë së LDK-s, si i zoti Faton Bislimi, i cili u detyrua të jepte dorëheqjen nga kryesia dhe Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s për shkak të personalizimit ekstrem dhe përpjekjeve për të minuar pozicionin e individëve. Ai njeri i cili siç shihet dhe shprehet lidhjet e zgjedhura të LDK-s me idetë dhe parimet politike jo interesat e individëve, lavdinë e profitërve dhe tregtarëve politik, njerëz si Bislimi e adhurojnë LDK-n e atyre që kanë bërë sakrifica dhe kanë punuar pa u lodhur për liri, demokraci dhe pavarësi. Andaj edhe rasti më i ri që po kundërshtohet me kaq ngulm nga zoti Abdigjiku, si koalicion, të cilin e lihet ish kryetarin e Vushtrisë, kryetari i degës së kësaj partie në Vushtri dhe antari kryesisë qendrore të LDK-s Xhafer Tahiri, me vetvendosjen, flet se përçarja në këtë parti po vazhdon, ka thënë Çari për Bota Sot. Sa i takon udhëheqjes qendrore të LDK-s sipas Çarit, zgjedhjet e nënshkurtit kanë dhënë mesazhin më të qartë. Atëherë pa shumë qartë se nuk është respektuar vullneti politik i votuesve, por është vendosur egoja e kryetarit para vullnetit të qytetarëve të vendit, gjë që po dëshmon edhe me reagime kundër koalicionit ndërpartiak LDK-LVV në Vushtri. Në këtë kuadër ai shprehet se ka qenë drejtë e zotit Tahiri të bashkëpunojë me vetvendosjen në kuadër të LDK-s në Vushtri. Në anën tjetër, sipas Çarit, kandidatët për kryetar të komunave nuk janë të thirrur për të zhvilluar politikë qendrore të partive, por për të udhëhequr komunat. Kështu ai thotë se habit fort të reagimi negativ i kryesisë së LDK-s, duke kujtuar se kjo parti vetë ka disa herë që ka hyrë në koalicion edhe me partitë kundërshtare, të cilat në fushatën e mëhershme parazgjedhore i akuzonte për vrasje të figurave më të larta politike të LDK-s, si dhe me të ashtu quajturën listë serbe.